Të gjithë ju të shënjës së binjakëve, mirë se erdhët në leximin e juaj të javës. Për të gjithë ata që janë të interesuar apo kanë të bëjnë me binjakët, po fillojmë me letrën që është Ne jemi bota. Kjo javë po fillon me shumë idera, kontakte, plane dhe komunikime. Të dashur binjakë, ke mundësi të lidhesh me njerëzit e duhur ose të hapësh një portë të re në punë, projekte apo marrëdhënie. Por, kur ka shumë opsione, ka dhe shumë konfuzion. Nëse nuk zgjedh prioritetet, cila është më rëndësi për ju nga këto. Pra, të mos bësh 10 gjëra një herësh, zgjidh vetëm një apo 2 prioritete kryesore për këtë javë që të mund t'i përfundosh siç duhet dhe të vazhdosh me tjerat. Çfarë duhet të bësh, binjakë, është qetësimi. Absolutisht qetësimi. Kjo letër thot ngadalëso mendjen që të mund të marrësh vendimin e duhur. Mos e mbush agjendën kot, nëse ndihesh i mbi ngarkuar, tërhiqu për pak dhe qartëso planin. Apo, nëse kërkon dikush një përgjigje të menjëhershme, jo, mos jep. Kontrollo afatet dhe detyrat, organizo listat dhe orarin. Është paksa çfarëdo që të jetë, që të bësh gjëra ato që janë vërtet me rëndësi për ty. Pengesa e gjithë kësaj, pengesa juaj është ta them mos veprimi. Këtu ka 2 mundësi. Ose ke humbje motivimi, ose po të shtyn diçka që e di që duhet bërë. Po e shtyn, e largon. Në këtë javë mund të kushtoj një mundësi, një afat, apo një rezultat që është në prag. Mos prit motivimin, binjak. Fillo punën dhe motivimi vjen pas veprimit. Tani ta thosha, ndoshta 20 minutë që fokus dhe progresi do jetë absolutisht real. Rezultati, nëse i bëni në këtë mënyrë që po ju them, që do të vërtet të reflektoni dhe të bëni gjëra që kanë më rëndësi për ju, të dani 1 apo 2 punra dhe të mos përqendroni gjithandej, të dashur, saq që t'i bëni lëmsh të gjitha dhe të mos arrini asgjë. Nëse i bëni këto dal nga dal dhe ato që kanë më shumë rëndësi, është bollëku. Bollëku në fund të javës, përpjekjet absolutisht do shpërblehen. Kjo nuk është fat, është ta them, është rezultati i organizimit dhe fokusit. Kjo letër sjell pagesë, fitim, aprovim të një projekti ose një moment kur t'i thua, po, ja dola. Nëse ky gjithë leximi juaj ka të bëjë me punë, para, mos e shpërndaj energjin, fokuso, apo fokus dhe strukturë, që do të thot baraz me fitim. Një bashkëpunim ose një kontakt të ri mund të hapet një mundësi, mund të hapë një mundësi të re. Nëse kjo ka të bëj me dashuri, ata që janë në lidhje, më pak debat, më shumë dëgjim dhe qetësi. Nëse jeni single, dikush të shikon për nuk afrohet, nëse je shumë i zënë ose shumë i shpërndar, ta them unë. Por, nga ideja në rezultat kalon vetëm një hap. Veprimi. Java sjell mundësi dhe fitime, por vetëm nëse organizohesh binjak dhe nuk e shtyn atë që duhet bërë tani, do të keni vërtet fitim apo progres në këtë situatë.